Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekën këtë rrugë dhe ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi duke trajtuar temën që ka të bëjë me normat dhe rregullat të cilat i nxjerrim nga ajetet e ndryshme nga libri i Allahut të Mëdhenuar. Rregulli që do të flasim sot për të me lejen e Allahut të Mëdhenuar është një rregull i cili nga një aspekt përmban në vetin e tij një kërcënim, ndërsa nga një aspekt tjetër përmban në vetën e tij një përgëzim dhe ngushëllim. Varësisht do të thotë se nga i qasemi kësaj norme dhe këtij rregulli. Ky rregull është përmend në kuadër të tregimit të Musaut alayhis salam, i cili posa i ja prezantoi faraonit shpalljen e Allahut të Mëdhenuar dhe ja prezantoi misionin e tij, përkundër argumenteve të qarta, përkundër fakteve të pamohueshme, faraoni refuzoi. Dhe refuzimi i tij ishte shumë arrogant, duke kërcënuar Musaun alayhis salam, madje duke e sfiduar se do ta mposhtë në mënyra të ndryshme, dhe një nga ato mënyra ishte edhe grumbullimi i shumë magjistarëve të cilët do ta mposhtin mugjizën e Musaut alayhis salam. Dhe posa u mblodhen në një ditë të madhe magjistarët e faraonit, ku ai kishte organizuar me të vërtet një ditë madhështore për te, duke menduar dhe duke qenë i bindur se do të vuloset pretendimi i tij se është Zot, nga se nuk ishte ndodhur më herët dikush t'ia sfidonte këtë titull sikur që ia sfidoi Musa alayhis salam. Dhe ishte i bindur se po e mposhti Musaun alayhis salam, tashmë do të ishte rahat në këtë imponim që e bënte njerëzve që ta adhuronin faraonin. Prandaj e konsideroi këtë ditë sipas të mposhtjes së Musaut ditë feste, dhe mblodhi shumë njerëz të afërm të tij, këshilltar të tij, popull i madh dhe harxhoi shumë për këtë ditë. Dhe gjithashtu erdhen magjistarë nga të gjitha vendet e shtetit ku udhëheqte me të faraoni. Në disa komente të dietarëve thuhet se kanë qenë mbi 10.000 magjistarë, të cilët e kanë sfiduar Musa alayhis salam në forma ndryshme, ndërsa Musa ishte vetë. Ibn Kathir rahimullah përmend se kanë qenë përmi 12.000. Andaj nuk dihet numri i tyre, por japet me kuptues se kanë qenë shumë numër i madh i magjistarëve që sfiduan Musaun alayhis salam. Dhe Musa alayhis salam kur e pa këtë grumbull dhe kur e pa këtë situatë, Allahu xhalla wa ala e frymëzoi dhe i shpalli Musaut këtë rregull, për ta qetësuar Musaun nga një anë dhe për t'i kërcënuar magjistarët e faraonit nga ana tjetër. Dhe Musa alayhis salam ndër të tjera u tha: "Wa qad khaba man iftara." Në surën Taha, ku Allahu përshkruan këtë ngjarje, Musa alayhis salam para se të futej, do të thotë në ballafaqimin e argumenteve dhe mundësive, para se Musa alayhis salam ta hudhte shkopin që t'i mposhtë me mrekullinë e Allahut magjitë e tyre, u atërhoqi vëmendjen dhe u atërhoqi vërejtjen se ju jeni duke shpifur. Kjo çfarë ju bëni s'është e vërtetë. Andaj wa qad khaba man iftara. Kjo rregull i jetës, edhe në dunjë dhe në ahiret. Allahu xhalla wa ala thot: ka dështuar ai i cili ka shpifur. Njeriu i cili mirët me shpifje, me mashtrime, me gënjeshtra, nuk ka mundësi asnjëherë me ia dalë. Ai mundet me ecë një kohë caktuar me sprov nga Allahu xhallahu ala për të. Dhe gjithashtu sprov për njerëz të tjerë se si po
prezent se si po e trajtojnë ata këtë mashtrim. Por Allahu xhallahu ala garanton ai që çdo gjë ka në dorën e tij, garanton Allahu xhallahu ala se wa qad khab. Do thotë ka humb, ka dështu, nuk ka mundësi dikush me kurrë sukses përmes mashtrimit dhe shpifjeve. Kjo rregull që na marrim në jetën tonë. Dhe kjo rregull të ndërrohet na qet në shesh disa mësime. E para është se suksesi është në dorën e Allahut mëndon. Çdo punë këtë botë që ne don me arrit, qoftë në rrafshin individual, familjar, qoftë në aspektin e autoritetit, pasurisë, çka do të qoftë këtë botë që don me arrit sukses, duhet me kuptu se suksesi është krijesa e Allahut azza xal. Dhe si e tillë është në dorën e Allahut azza xal. A ka mundësi dikush me kurrë sukses në këtë botë pa dëshirën e Allahu xhallahu ala? Nuk ka mundësi. Andaj Allahu xhallahu ala i cili e ka në dorë suksesin, këtij suksesi ka përcaktuar rrugë, shteg që përmes tij arrihet në majat e suksesit. E Allahu në këtë ajet po na thot, ai i cili e huq rrugën do t'ja huq edhe suksesit. Nga se çdo gjë e ka rrugën e vet, çdo gjë e ka çelësin e vet. Dhe në qoftë se nuk ndjeket rruga e duhur, nuk ka mundësi njeriu me kurrë sukses. Prandaj njeriu mund të ndoshta të arrijë autoritet me mashtrim. Mirë, po nuk është ai autoriteti i cili është sukses. Se jo çdo autoritet është sukses. A mund t'i themi për shembull një vjedhsi dhe grabitsi i cili ka bërë shumë parë, njëri suksesshëm, dhe ta prezantojmë tash si model të njerëzve, shikoni ky njeri sa pasurinë ka bërë, e çështë ka bërë sa më rëndësi, po, është më rëndësi. Është e rëndësishme nga se suksesi është i kushtëzuar me pastërtinë dhe fisnikrimin e metodës dhe rrugës. Por nëse s'ka këshir rrugë, veç e ka arrit dikun, atëherë ky nuk është modeli i suksesit. Edhe në autoritet, edhe në çdo gjë. Prandaj Allahu xhallahu ala na ka mësuar se nëse don me qenë i suksesshëm dhe model i suksesit, duhet me ndjek rrugën e duhur. Kjo në këtë botë e paramendon botën tjetër. Andaj ai që don kënaqësinë e Allahut, kjo ka një rrugë. Ai që dëshiron me arrit xhenetin e Allahut, kjo ka një rrugë. Nuk shkohet në xhenet me hile, as me mashtrime, as me shpifje, shkohet në xhenet kështu. Nga se askush nuk ka arrit dunjan me e fitu me rana, e ne ahiretin. Kjo botë është botë e sprovave, përzijet e mira dhe e keqe, përzijet e mira dhe e liga, e vërteta dhe gënjeshtra. Megjithatë, Allahu xhallahu ala në këtë botë ka vendosur rregulla. E paramendo për ahiret, nuk ka mundësi njëri me hile me shku në xhenet, a ka mundësi? E pa mundësishme është. Andaj Allahu thotë wa qad khaba man iftara. Ka humb gjithsesi ka më dështu. Mirë, po kur dështon ai? Kjo është dorë në Allahut, na nuk e dim. Po na duhet jemi të bindur që njerëzit të cilët përmes hileve dhe shpifjeve dhe mashtrimeve dhe gënjeshtrave tentojnë të ngriten, këta nuk bën me qenë kur modeli jon. Kur edhe në qoftë se kanë fituar janë ngritur asë modeli jon. Nga se pritet dështimi i tyre, na nuk e dim kur Zoti e ka në dorë edhe suksesin e dështimin. Në bëjmë të bindur në bazë të këtij rregulli, nuk ka sukses me shpifje, nuk ka sukses me mashtrime. Andaj çfarë kërkuan magjistarët e faraonit? Kërkuan shpërblim. Ata i thanë faraonit, në qoftë se na fitojmë, a do të kemi shpërblim? A kemi na pagu? Kërkuan pasurim dhe kërkuan autoritet. Faraoni u garantoi, ju tha, në qoftë se fitoni, pasuri, e autoritet, e ndikim, e pushtet, të gjitha keni me i pas. Musa i tha, wa qad khaba man iftara, me shpifje s'muni mu pasunu. Nuk muni mi apo harin as një herë, asaj që e synoni përmes shpifjes. Andaj ju tha, në një ajet tjetër, wajlakum, la taftaru ala Allahi al-kadhib. Tha mirë për juve mos shpifni për Allahun rana. Ju dini që për rani, ju dini shumë mirë që shpifje është kjo.
Çfarë po bën jo? Mirë, po nuk e dëgjuan. Edhe pse goditja Musaut, apo goditja Musaut me këtë këshill i tronditi magjistarët nga brenda. Shumë nga ata filluan me Muhammed, nga se ishte shumë i bindur Musa alayhiselam këtë rregull, dhe kur u tha kët, i lëvizin nga pozicionet. Nuk ishin me atë kënaqërinë që erdhën më herët, nuk ishin me atë bindje, nga se me të vërtet fjala e Allahu xhallahu ala u turbulloi shpirtin nga brenda atje. Prandaj ai që dëshiron me arrit duhet me bëket me rrugë legjitime. Është pak e vështirë nga njëra, është pak më larg, ka ato peripejtë veta, mirë po që kjo është suksesi. E dyta që e marrim nga ky rregull të ndërruar Lazar është se shpifjet e njerëzve në jetën e kësaj bote janë të lloj-llojshme. Njerëzit fatkeqësisht njerëz të ligë përdorin shpifje në drejtime të ndryshme. E në qofë se dëshojmë me i rendit do të të nivellit e shpifjeve dhe gënjeshtrave në bazë të shëmtueshmërisë të tyre, atër pa dyshim se shpifja më e keqe dhe gënjeshtra më e rëndë është ajo që bëhet në raport me Allahun xhallahu ala, me rrejt për Zotin. E qysh ka mundësi njeriu me shpif për Allahun azza wa jall? Shpif për Allahun xhallahu ala në forma ndryshme, ose duke i mvesh Allahut atë që nuk i takon. Nuk i takon Allahu xhallahu ala, i mvesh Allahut. Ose duke i përshku Allahut atë që nuk i takon. Ose duke thënë se Allahu ka thënë dhe sa i s'ka thënë. Andaj shpifja më e rëndë është të bëhet shpifje në fenë Allahu xhallahu xhelalu. Të bëhet shpifje në fenë Allahu xhallahu ala. Sikurse për shembull, sot dëgjojmë shpesh herë verzione të ndryshme të një islami që ndoshta edhe vetë pejgamberi sa më koni shqudit. Apo don ka njerëz që janë të gatshëm, jo vetëm muslimanëve, po janë të gatshëm që edhe Muhamedit alayhis salam e trajnu për një islam të përshtatshëm për kohë dhe për vend. Do në më konë Muhamedi alayhis salam gjallë, kishin me kërku për ti që me arta ata me mësu islamin, edhe më tjertë. Pse ajo është që Allah atje ka mësu fenë. A nuk është kjo shpifja? Kjo është një verzion, pavarësisht qëllimeve. Veprimi është veprim, domethënë i cili nuk ka të bëjë me ato që është e vërtetë. Ja se Allahu xhallahu ala ka thënë: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Nëse e doni Allahun, e doni kënaqësinë e Allahut, e doni shpëlimin e Allahut, ndjekni rrugën e pejgamberit. Çi kjo është? Shumë e thjeshtë, ato nuk ka. Prandaj sikurse më ardhi dikush më na thon, po lodhni këtë sabat që po çoni, s'ka nevojë më çu ka çeret apo. Nuk ka nevojë. E luna non sa ti falem si më të mirë. Çka ka kjo sabat më çu, ta quhet në 3 më falë Allahu. Apo në çoftami mos e voni këtë gale. Çka i them se puna? A ka thënë Allahu kështu? A ka thonë pejgamberi sa sa kështu? Jo, s'ka thonë. A ne, ajo kom për atë vakt. Njerëzit s'kan pas punë, njëra herët me flajt. Çka kanë pas sa ta pas më çu që më fal natën. Na e kira tjetër vakt këtë është, na do tash tjetër zaman është. Nuk flajnë njerëz tash herët, janë pak më ka më punë dinamike tash e bëjmë ndryshe. Ose për shembull tash është shkuar xhit në haxh, kallabllak i madh. Pse se doni haxhin për shembull 3 herë në vit. Po shkoni aty po grumbulloni tani edhe po ka kallaballake, po shtyhen njerëz të. Bëjmë 3 herë në vit haxhin. Çdo radh, çdo sezon, për shembull, numri i caktuar i njerëzve, edhe më shumë njerëz mund me shkuar edhe më rahat. Logjikisht, ai bën kështu më rahat? I bën më logjikisht, më rahat i bën mi do njerëz. Mirë, po çush ka thënë Zoti? Ka thënë el hajju ashhurun ma'lumat. Allah ka në haxhi është në mujtë caktuar, s'është kur dush ti. Andaj tentimi për ta ndryshu fenë Allahut, për t'ja përshtat vetës rrethanave, interesave, është një formë shpifjes për Allahun xhallahu xhelalu, që duhet me kon të kujdesshëm si musliman.
Gjithashtu shpifja për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është nga veprat e rënda. Duke janë vesh fjalët se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai s'ka thonë. Prandaj duhet me qenë të kujdesshëm kur të përsillim hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni të vëllezër, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë shumë i afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai 10 vjet plot ai ka shërby natë e ditë, nuk ju ka nda kur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë ka qenë me të pranë, sikurse Ebu Huraira radhiyallahu anhu kur transmetonte hadithe Anas ibn Malik nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonte ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonte hadithin e kur përfundonte eu kama qal, apo si ka thonë ai, se ka mundësinë me gabuar. Ka qenë pranë ti, s'u ka nda kur, po zgjumi i ka nda natën, gjithë ka qenë pranë ti. Prapë në fund ka thënë, ka mundësi me gabuone, në që se dikush e din ma mirë këtë hadith, le të më përmirëson mu. Anas ibn Malik. E kujdes, ka thonë pejgamberi së më kështut. Në regull, pa i sigur se ka thonë, ke lezu me siguri. Nëse fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shenjta. Gjithashtu, të ndërlozër, shpifje konsiderohet ose nivel lloj i shpifës është edhe shpifja ndaj besimtarve, me shpifër për ta, me rajt për muslimant, janë kështot, ky është kështu, ky ose ata, sikur se ndëgjojmë fjalë të ndryshme, qoftë për pagesë të namazit e të punëve tjera, qoftë për atë, qoftë ndoshta këta janë të rrezikshëm, këta janë kështu të forma të ndryshme të shpifjeve, sa tek Allahu janë të rënda. Tek Allahu xhallahu ala janë shumë të rënda. Prandaj një duhet të qenë i kujdesshëm, nga se sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kjo është hadith që duhet me të vërtetë me e ndërgjegjësu dhe me e ngrit nivelin e përgjegjësisë përballë çdo kujt kur flet për dikën. Kujdes. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu e flet një fjalë, la yulqi laha balan, por nuk i kushton vëmendje të madhe kësaj fjale. Fjala e sot yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu e thot një fjalë, pi fjalë të rëndomta në raport me dikën, i thot filonit që thot ose diçka thot, por nuk ja kushton vëmendjen, a din ti çka kjo fjalë Allah, a din çka i bën ti kjo fjalë me kon. Si kushton vëmendje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo fjalë bëhet shkaktare me hudh në xhehenam 70 vjet rrekullisje. A din sa i bën kjo 70 vjet? Allahu e din sa është e largësi e madhe. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në fjalët tona, në shprehjet tona. Shikoj subhanallahu, Aisha radhiyallahu anha nuk ka shpif, larg asaj, e ka thënë të vërtetën, por kur kjo vërtet ka mujt me lëndu dikën, ka mujt me qenë në nënçmim për dikën, sa do të thotë sa rapt e ka qortu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka kaluar një nga gratë në atë kohë dhe ka thënë Aisha radhiyallahu, kur gjë nuk ka thënë më tepër se kaq. Ka thonë sa e shkurt filonja, sa i e shkurt, as ka tosh me nënçmu, as me e përbuz, veç e shkurt. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ke thonë një fjalë me e marrë me e gjujt në detin e turbullan kjo fjalë. Ne si shojmë këto turbullime, se kjo botë është botë e sprovave, por realisht nesër në dunja ta turbullon ahiretin, ta turbullon punën e mirë. Kjo me thonë të vërtetën që dikush e ka, mirë po është përgojim, pse për merë përgoja? E paramendo me qenë shpifje, qka turbulon kjo? Qka bon kjo? Andaj fatë këtë që shumë turbullime që ka ndodhur mes njerëzve, në raporte mes njerëzve, në punët e tyne, në begati që i kanë, është turbullu hezapi, nuk është e këthjelësia e dikushme që ka qenë, qka e ka shkaktu? E ka shkaktu pikrisht kjo që po flasim për te, edhe përgojimi, edhe shpifja, edhe akuzat, edhe gënjeshtet, edhe kështu me radhë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është hadith me të vërtetë shumë rënqethës,
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka pyet Abu Dharrit dhe në transmetim edhe Aisha radhiyallahu anha, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ndodh që besimtari me usprovu me amoralitet, musliman po bjen zina. Kjo është e keqe, shëmtu me zvet është. Ka thënë e yeznil mu'min. Ka thonë Aisha, ndodh i dërguari i Allahut që një musliman merron zina? Ka thonë ndodh. E yasrikul mu'min, ndodh me vjedh një musliman muhabit? Ndodh, mashtrohet. Ka thonë e yakdhibul mu'min, arran muslimani kanë ju. Që të s'paramenohet që ke puna. Paramenohet? Këtë jënë këto punë të shëmtume, kjo është punë e keqe shumë. Zoti na ruaj, zinaja është punë e fllisht, e dytë e pist, hajnia është shumë e keqe. Mirë, po që njëri habiti ka lakmu diçka, ama me rajt, s'ki arsye. Prandaj nuk paramendohet muslimani i rëndës, s'paramenohet. Nuk paramendohet muslimani i shpifs, s'paramenohet kështu. Prandaj Allahu xhallahu ala na jep rregull të jetës. Tëra që don me arrit, duke shpif për dikën, duke rajt për dikën, harroja. Nuk i mundësi me arrit kur. Mundë dikush një kohë caktu me Allah me esprovu, ja dole, thë ke hoxha zban, po bajke, apo, Allah e dije se e ki në takim caktu me Allah edhin kur, po në takim je me dështimin, në takim është qajniri me demaskimin, në takim është me dënimin Allahut edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj sa ka rastet shumë të njerëzve të cilët kanë tentu me shpifje dhe me rëna me ungrit, i ka përshnu Allahu xhalla xhelalu. I kanë nënçmu Allahu xhalla xhelalu. Këtë botë Allahu alem çka ndodh me ta, na po flasim për çka kena nije dhe kena pa. Prandaj duhet ta kemi frikë Allahu xhalla xhelalu dhe për sukses e për arritje, për çka do të qenë këtë botë, ta njikim rrugën e duhur. Kur e ka caktuar Allahu me marr e merr. Mos e pa caktuar Allahu me marr hiç, ma hajrësh për ty sikurse kemi thënë dersën e kaluar. Në është ta më hajrë mos me marrë heq. Mirë pa asë një herë vonese e ndë një suksesi, ose frika se nuk po e arrin, ose lakmia për ta marrë, kur nuk guxon besimtarin me e shty për ta arrit këtë me gënjeshtër, ose me shpifi, ose me qka do që këtëtër. Nga se Allahu ka thënë, kad khaba men iftara. Ai që mirë me iftire, me shpifje, me akuza, këtë korë sukses s'kom, këtë korë sy s'kom i qenë. Nga se Allahu xhallahu ala ka ndorë, aje din kur e rëzën. Nëse dim, mirë po konë, kur të rëzohë si kurse faraoni, ka shpif për Allahun, ka shpif për Musën a.s. Ka shpif për Bani Israel, o mundu me shpifje me majtë situatën kontrol. Qëfar ndodhe? E pashnëj Allahu xhallahu ala në myrën më të ullët, e mbyti Allahu xhallahu ala në deti, ndërsa shpëtoj Musa a.s. Shpefën për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i thanë sihrbazi ka thonë, po bën magjia, po thotë. Thëshin apo i shitën. Është të mësuani njerëz se keni pa, është të mësuani njëri. Çka si thanë? Ku janë ata? Ku shkon? A patën mundësi me ndal dritën e Zotit me depërtu në zemrat e njerëzve me shpifje? Nuk patën mundësi. U sprovu pejgamberi po një kohë caktuar, pa të vështirësi. Por kjo është ligji i Allahut në këtë dunjë. Më rëndësishme se gjithsesi e vërteta ka më dalë shesh. U munduan vllazët e Jusufit me e largu Jusufin nga sytë e babës. Ata e larguan fizikisht nga sytë e babës, por a patën mundësi vllazët e Jusufit me e largu dashnin e Jakubit nga zemra e tij për Jusufin? E këtë s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Nga se Allahu xhallahu ala është ai që vendos kë kanë me dash njerëzit e kë nuk kanë me dash. Ai është që vendos kush ka me ngrit e kush ka me ra, nga se gjitha këto janë dorë në Allahu xhallahu ala. Andaj arrijen me dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe humben në qoftë se provokohet hidhrimi i Allahut. E nuk provokohet hidhrimi i Allahut me diçka më të madhe dhe më të keqe dhe më të shëmtuar se sa shpifja dhe gënjeshtja Allahu na ruaj. Andaj Zoti na mundsoj që të jemi gjithmonë të sinqert, ta flasim të vërtetën dhe na ruaj Allahu që mos të bëhemi larg asaj qëllimisht, por edhe pa qëllim, të na ruaj Zoti që mos bëhemi pjesë e ndonjë fushate, e ndonjë aksioni, e ndonjë fjalë caktuar e cila
mund të jetë e shpifur dhe gënjeshtër që e dëmton dikën, këdo qoftë, është haram dhe çdo kujt me shpifë dhe me rajt, nga se nuk është kjo cilësi e njerëzve, e lërë më e besimtarët dhe në Allah në gjellë gjelalu. Allahu shpëllit për vëmendjen, me kaq po japi fond, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.